Zoti kryetar, ajo që ndodhi pak më parë është prova më flagrante se si ky parlament me kartonat e mazhorancës çdo ditë më shumë distancohet nga problemet reale që ka sheshi, ka shoqëria shqiptare, kanë qytetarët shqiptar. Sa e lehtë qen ka që me një kërkesë formale të ndrohet rendi i ditës, të hiqen projekt ligje, të hiqen diskutime dhe të vendoset në prioritet agenda e Partisë Socialiste, kur ndërkohë prej 51 ditësh tashmë ka një shesh që është i mbushur plot me qytetarë, janë me dhjetra mijëra qytetarë që protestojnë. Është e paimagjinueshme që Parlamenti Evropian datë 17 qershor miraton rezolut për problemet që ka Parlamenti i Republikës Shqipërisë, kërkohet në Parlament Evropian shfuqizimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura dhe ky Parlament refuzon të flasë për këtë çështje. Është e paimagjinueshme që ne si grup parlamentar, me që përmendni rregulloren, kemi pothuaj një muaj, ja ku e ke shkresën në datë 22 qershor, të ka ardhur në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike kërkesa për mocion me debat, ku ndër të tjera janë 5 kërkesat kryesore që sot i ka çdo qytetar shqiptar, që kanë uzurpuar çdo vëmendje qytetare dhe mediatike, që janë sot kryetema në çdo tavolinë dhe tryezë diskutimi. Është fuqizimi i paketës maleve, ligjit për investime strategjike, zonat e mbrojtura, trashëgimia kulturore, edhe dorëheqja e kryeministrit edhe e gjithë qeverisë. Si ka mundësi që asnjëherë kërkesat e opozitës nuk merren parasysh? Si ka mundësi që shkojnë deputetët e Partisë Demokratike në Parlament Evropian, paraqisin 35 amendamente, 31 prej tyre i votojnë pro edhe eurodeputetët, flasin eurodeputetët për problemet që ka Shqipëria dhe refuzon ky kuvend të flasë për problemet që kanë qytetarët shqiptarë dhe rinia shqiptare. Ndaj, ajo që ju tham pak më parë, bie drejt për drejt mbi ju pikës pari, sepse jeni ju përgjegjës për menaxhimin e situatës në këtë sallë, për problemet që diskutohen në këtë sallë, edhe për t'i thritur edhe ndërgjegjes kolegëve tuaj në